Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për lotarinë amerikane, për ëndrrën e shumë shqiptarëve, për një mundësi për të kaluar përtej oqeanit pas pezullimit vitin e kaluar, do të rikthehet këtë vit në vjesht, por së pari do të miratohen rregullat e reja në ndryshimin e plotësimit të formularit në muajin prill, pra pak ditë më pas në datë 10 prill më saktë, por të gjitha detajet e ndryshimet do t'i sqaroj më mirë për publikun në një bisedë me zotin Klenis Novaku, një biznesmen shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Klenis, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Merita. Për ta sqaruar më konkretisht për të gjithë ata që na ndjekin për të parë, cilat janë këto ndryshime edhe pse po bëhen. Në fakt ta kanë bërë disa ndryshime kësaj ere dhe kjo bëhet më shumë për çështjen e sigurisë kombëtare amerikane. Një nga ndryshimet është aplikimi me pasaportë, do të kërkojnë dhe fotografinë e pasaportës. Pasi në gjithë verifikimet që kanë bërë para disa kohësh, kur u bë me programin Dodge, që bërën për të kontrolluar ku ka përfituar, kanë dalë dhe emra që kanë marrë lotarinë amerikane, dhe i njëjti emër ka bërë dhe aplikim për vizë turistike. Pra, ai që merr vizën nuk mund të marrë lotarinë apo e kundërta? Jo, ka bërë i njëjti person, një person që ka ardhur me lotarinë në Amerikë, ky që ka fituar lotarinë, një shitur lotaria, dhe dikush tjetër ka përdorur lotarinë për të ardhur në Amerikë, dhe dikush i njëjti person shkon kërkon vizë turistike për të ardhur në Amerikë. Sot këta i kanë kapur këtë çështje dhe për këtë duan ta sigurojnë më shumë që të mos shitet lotaria e dikujt që është fitues. Të mos shitet të jetë i njëjti person që vjen. Përpara 10-15 vitesh kjo edhe qarkullonte si legjendë. Ndoshta po që ka ndoshta ka qarkulluar si legjendë, por këta kanë verifikuar që është berë faktikisht. Dhe kjo kontrollet janë të rreta në ambasadë për gjitha, madje janë zbuluar edhe dëftesa falso të shumë viteve më parë që institucionet tona nuk i kishin kapur, por i kapi ambasada pas verifikimeve të hollësishme. Pikërisht kjo i jep më shumë kohë për të bërë atë që quhet procesi vetting, duke marrë pasaportën nga këtë moment. Procesi vetting ka më shumë kohë ambasada për të verifikuar kush janë këta persona. Një nga ligjet është që do të kërkojnë dhe media sociale. Ti dorëzosh para kohë, se këta duhet të jenë të mirë informuar para se ta marrin. Tani aty është kërkuar dhe një pagesë, $1. Kjo është simbolike. Nuk është aq e thjeshtë, nuk është vetëm simbolike, se nuk po e bëjnë për $1. Në fakt, edhe për $1 nuk është, mesatarisht ka 22 milion aplikime në vit për lotarinë amerikane. Se thonë $22 milion. Tashi do jetë interesante si do dali, se nuk e kanë specifikuar akoma si do dali kjo. Do të bëhet me kartën personale tenden, apo mund ta bëjë ai që do ta mbushë lotarinë. Pra qëllimi është lidhja. Qëllimi është verifikimi i personit. Nuk është $1 që kërkojnë këta. Verifikimi sa më shumë pikat ta kenë të verifikuar personin këta, aq më thjesht e ka bërë një vetting të pastër dhe të sigurojnë që i njëjti person që aplikon, personi A përfundon deri në pikën e fundit. Nuk mund të ketë shitje ose blerje të lotarive, nuk mund të ketë manipulime. Ky është qëllimi. Tani, kjo mund të jetë një lajm i keq për shumë vende, por për ne shqiptarët nuk besoj se do jetë lajm i keq, sepse kjo do shmangi shumë aplikime. Se duke aplikuar 22 milion, probabiliteti për të fituar është më i pakët. Në fakt, në raport me shtetet e tjera, me ato që kam lexuar, në moment që u pezulluan, ne ishim ndër ata që përfitonin më shumë. Ne po dhe aplikojmë më shumë. Në bazë të popullsisë ne jemi për fat të keq që aplikimet tona janë katastrofë. Domethënë mesatarisht shqiptarët kanë aplikuar 174.000 në vit. Mesatarisht. Në vitin 2018 e thyem këtë rekord me 370.000. Dhe mesatarisht sot që flasim ne aplikojmë diku në 300.000 aplikime. 300.000 aplikime është mbi 10% e popullsisë. Kjo është fatkeqësi. Në raport me ata që kanë mbetur në Shqipëri, kjo përqindje është shumë herë dhe më e lartë. Faktikët e kanë fjalën, jo ata që janë për Ne flasim me statistikat që na vjen popullsisë, dhe 10% është e frikshme, sepse 10% e popullsisë. Më shumë. 300 aplikim është më shumë se 10%, faktikisht, sepse duhet të marrin parasysh dhe moshën, ata që aplikojnë dhe në 18 vjeçarët nuk aplikojnë. Si në bazë të popullsisë, 10% është shumë e lartë. Po duke shmangur dhe moshën, i bie më shumë se 10%.
Ky aplikim ka që i madh, ky emigrim masiv që vjen në Shqipërisë, kjo është katastrofë për ne. Është katastrofë për ne. Megjithatë, të gjitha këto ndryshime po i bëjnë për të siguruar veten e tyre, jo për të siguruar të tjerët, më kupton? Përse ka patur incidente që kanë ndodhur që janë bërë nga emigrantët, plus që nuk janë në një klimë pozitive për emigracionin. Sot për sot, me këtë administratë që ne kemi në Amerikë, klima e emigrantëve është shumë e vështirë. Po, nëse mund të rikthehemi përpara se të dalim vetë tek ajo, detajet të tjera të plotësimit të formularit, me ato që janë bërë publike deri tani, detajet teknike të vogla, ka të tjera që më janë zyrtarizuar për të pasur kujdes në momentin e plotësimit, sepse me ato që kam dëgjuar deri tani, jo ditëlindja, nuk do jetë mosha, do jetë ditëlindja, pra gjenia, seksi, këto. Këto janë teknike, se në përgjithësi gjenia, këto janë gjëra teknike, më shumë përderisa këta do të kërkojnë të uploadësh një fotografi të pasaportës, çdo gjë është verifikuar. Për një vend si Shqipëria që e ka pasaportën biometrike është akoma më verifikuar. Për një vend si Shqipëria që sistemin EFIS që përdor Shqipëria sot në pikat kufitare, një sistemi dhe nga FBI amerikane, ne jemi të verifikuar nga të gjitha anët. Pra mjafton gishti shenja dhe gishtave dhe je... Po s'ka nevojë se ta ka dhënë EFIS këta, më beso nuk t'jep Amerika një gjë pas kontrolloj vetë. Pra ky proces nuk është komplikuar për ne. Për ne jo, po për vendet si Afrika ose për vendet si Venezuela që i kanë pasaporta siç kemi patur ne nga vitet 97, me shkrim dorë, patjetër që këta i efekton. Patjetër që i efekton vendet më të varfra, automatikisht i efekton sepse kush ka debit card, se debit karta në Amerikë, atë pagesë $1 që folëm, këta mund të jetë, nuk është e qartë akoma si do bëhet. Do bëhet nëpërmjet atij që të mbush aplikimin, apo duhet debit karta tënde personale, sepse debit karta jote personale në Amerikë mund të përdorë edhe si një formë e dytë verifikimi. Dhe pasi bankat ka verifikuar. Gjasat më të mëdha, kjo të shtynë. Banka me një logjikë të thjeshtë duhet të jetë, besoj se do jetë debit karta personale e individit. Do efektoj popullsitë e tjera, po në fakt lotaria nuk është për të që të jemi realist, lotaria është për të ndihmuar Amerikën, nuk është për të ndihmuar vendet e tjera. Ne marrim të na ndihmojnë ne. Jo, nuk na ndihmojnë, sepse kriteret marrin këtë duash, si Amerikën, si Kanadan. Kanadaja e zgjedh me edukim të lartë. Do të jetë një proces pra edhe te përzgjedhja, pra shkollimi, normalisht edhe kufirin do të thënë moshës. Nuk e kanë ndryshuar këtë shkollim, se Amerika nuk kërkon njerëz intelektual, janë vetë këta intelektual. Ja vetë, këtë mjafton të kesh shkolla me arsimin minimal, që për këta është shkolla mesme, arsimi mesme në Amerikë është i detyruar. Pra baza, kërkojnë thjesht bazën. Bazën, po pra, bazën, se nuk arsimi nuk është se do ndryshojnë arsimin. Këtë duhet forcë punëtore që duhet të vinë këtu të paguajnë taksat. Një nga ato që është bërë, një ndryshim që ka në fakt një 2 vjet që është bërë kjo, është garancia financiare. Po, do ta prekim dhe atë. Kjo ndryshon tani? Garancia financiare është bërë në fakt me shumë përgjegjësi. Sot dikush që të bën garanci financiare ka përgjegjësi të mëdha. Nuk ka qenë një garanci financiare siç ka qenë deri diku që garancitë financiare në përgjegjësi në çdo administratë po thotë se kanë ndryshuar. Sot që flasim në garancia financiare që ndryshe quhet forma I-864. Sot garantuesi përveç minimumit jetik që duhet të sigurojë ty 125% mbi minimumin jetik. Kur ti aplikon këtu, dhe për gjithë individët e tjerë, dhe sikur ti plotësoj gjitha këto kushte, është përgjegjës për ty deri në 10 vjet. 10 vjet. Deri në 10 vjet ose 40 pikë që quhen 40 pikët e sigurimeve shoqërore. Ose 40 pikë. Tani minimalisht ose maksimalisht, jo minimalisht, maksimalisht një vit punë në Amerikë të siguron 4 pikë, që të çon prapë në 10 vjet. Dhe ky është i detyruar unë besoj se këtë do ta forcojnë tani pasi janë kapur këto, ato shifrat që u kapën ne. Në media se po ndërpres kanë qarkulluar edhe shifra që janë $7,000 për person për garantim. Nuk shkon vetëm në $7,000 për person, shkon në sa individ e fiton lotarin,
Po përveç, do me thënë si numra mund t'i plotësoj personi. Përgjegjësia që i bie qytetarit amerikan që do të bëj garancin ty, është më afatgjatë dhe kjo bëhet për të shmangur barën financiare ndaj shtetit dhe shteti mund t'i kthehet këtij personi që të ka bërë garancin dhe të thotë më detyrohesh kaq lek sepse personi që ti ke garantuar më detyrohesh kaq. Tani pas 5 vjetësh i fituesi i llotarisë amerikane mund pas 4 vjetë e 9 muaj fiks aplikon për pasaport. Në kryet 5 vjetë bëhet qytetar amerikan. Në momentin që ky bëhet qytetar amerikan, del jashtë sigurimit të garancisë. Nuk është detyruar me të ta mbështesin natyralisht. Tani ka ndodhur që këta që e kanë bërë garanci financiare nuk kanë pasur ndonjë përgjegjësi deri sot. Por në një kohë kemi parë që deri më sot nuk ishte bërë edhe ndonjë auditim të sa kishin shfrytzuar sistemin amerikan duke emigrantët, siç ndodhi tani që na publikuan në ajo listë. Po që publikoi Trumpi edhe për asistencën sociale, përfitimet e tjera. Po nuk është vetëm asistenca sociale, atë është asistenca sociale, spitalet, shkolla, janë shumë faktorë. I gjithë sistemi, pikërisht. Tani, duke patur parasysh që Shqipëria është në atë listë, do jenë më të kujdesshëm kur të lëshojnë këto vize. Do jenë më të kujdesshëm dhe besoj se personi që do bëj garancinë duhet t'i marrë parasysh gjitha këto. Ndoshta ka për Korçën, ka gjë për Korçë po Gradec në specifik. Jo, po mirë kemi ne me këta. Mirë kemi, nuk ka të bëjë në fakt në atë. Unë besoj se përderisa krysh një sistem llotarie nuk ka të bëjë fare me qytetin që vjen. Po duhet të kesh parasysh edhe kompjuteri punon me një lloj algoritmi. Dhe duke ardhur që mbiem atë korçarët, po gracarët, zona ka qenë të parë që kanë emigruar. Pra kush e ka me dhari mbi emrin? Unë personalisht nuk besoj në këto teori konspirative që jemi aty, jo, po ka një shqiptar që punon aty. Aty shqiptar kanë që punojnë sa duash. Në fakt sot që flasim ne, një nga drejtuesit më të mëdhenj të DHS-it Homeland Security është një vajzë. Ka qenë vajzë kur ka nga Shqipëria, një ish gjykatëse e viteve 80 në Tiranë është numri 2 i Homeland Security. Numri 2. Këta bëhet pa numri 2. Po numri 2. Ta dërgoj me emër me mbiemër ta nxjerrim aty. Po numri 2 i Homeland Security. Ka shqiptar sa duash që punojnë për departamentin. Pas do të thotë gjaja nga Tirana është nuk do të thotë gjë. Pastaj po tjetër ashtu është duket Korçafare. Paris një vogël. Tani po për sqaruar edhe për gjithë ata që na ndjekin se ka pas një konfuzion që në datë 10 prill nis procesi, por në fakt nuk ndryshon gjë me vjeshtën, pra rinisja bëhet atëherë, kurse tani në prill miratohen këto që ne diskutuam, pra ndryshimet e formular, apo gabohem? Besoj nga mezi i prillit, nuk jam i sigurt për datën 10. Po, pak janë në prill, nuk do ketë proces aplikimi në prill. Jo, do fillojnë aplikimet, pra do dalë kjo që do fillojnë këta presin që ta nxjerrin formularin që të fillojnë aplikimet. Që tani në prill, pa pritur tetorin si më parë. Siç ishte tradita. Besoj se po, sepse i kanë banuar shumë gjëra dhe kanë filluar në fakt, pavarësisht se në politikën nga jashtë duken sikur ta janë faktikisht shumë anti-emigrant. Administrata sot. Por faktikisht në të njëjtën kohë që ne flasim, në të njëjtën kohë që ne shohim në televizion që këta kanë goditur emigracionin, këta kanë dyfishuar H1B vizat e punëtorëve sezonal. I kanë dyfishuar që nuk kanë ndodhur ndonjëherë më parë. Me thonë se kanë nevojë për krah pune, faktikisht. Sepse emigrantët për fat keq bëjnë ato punë që amerikanët nuk i bëjnë. Ose ato punë që nuk punojnë dot amerikanët në farme, që ti jemi realist. Dhe i marrin nga Meksika, nga landet. Por fakt nëse do për momentin kemi parë një politikë pozitive për vizat turistike, por edhe rikthimin e procesit të aplikimit për lotarinë. Por vizat e emigruese vazhdojnë të jenë të pezulluara. Pra, për të shkuar në SBA janë deri tani është vetëm një rrugë, pra vizat turistike, qofse ata që duan shkojnë për të parë botrorin ose për qef. Kurse për punë o duhet presin lotarin ose rihapjen, pra heqjen e pezullimit për vizat emigruese, apo jo? Po, për vizat turistike normale, apo. Turistit jenë prish para këtu, pse jo? Ne jemi administrat biznesi. Do të thënë, si asnjëherë më parë nuk ka qenë një administrat që e shef çdo gjë në drejtimin e aspektit të biznesit.
Jo më kort ishin dhe kartat e arta. Nësa kartat e arta ishte një lojë politike për mendimin tim, sepse ajo ligj ekziston, nuk dëgjoj. Trumpi nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se ligjeve që kanë ekzistuar, më kupton? Ka luajtur me kartën që i premtoi popullit në fushat që unë do ta bëjte, edhe ato që e di që do t'i dështojnë. Tani në qershor, duket ka java e parë e qershorit pritet që gjykata e lartë japi vendimin për këtë birthright citizenship, për ata që lindin këtu kanë të drejtë qytetar amerikan apo jo. Do të thonë kjo ka qenë një herë në Supreme Court nga shekullin e fundit. Ka qenë një herë më parë. Po më duket shkalla e parë e rrezoi Trumpin apo jo për këtë pasaport. Po më tha, për shkalla e parë apellet korte ka rrëzuar, pa e do vjen në gjykatë federale, do flasin gjykata federale. Të besoj se do qëndroj. Tani nuk e di në aspektin e sigurisë kombëtare edhe po ta heqë nuk është ndonjë gjë e keqe se do bëhet si Italia. Sepse që t'jemi të qartë, nuk do t'ju heqi të drejtën në shtetësisë personave që e kanë një prind këtu ose ja fëmijë migrantësh. Po ky kërkon t'ju heqi të drejtën në shtetësisë një njeriu që vjen vetëm për të lindur në Amerikë. Një nënë që nuk ka efekte prapa vepruese. Jo, nuk ka asnjë ligj, nuk ka efekt prapa veprues. Së paktën deri tani nuk kanë zgjedhur që të ketë efekt prapa veprues. Kush ka lindur ta gëzoj. Der nga ajo që rrezoi fakti, ajo që përmendë ti, ishte që ky donte ta bënte nga momenti që ndaloi dhe këta i ndaluan ato. Që jo nuk mund të efektosh ta derisa të japi një vendim gjykata. Vitin e kaluar qarkulluan mjaft lajme që mes shteteve që do kishte dëbime, pra qytetarëve, do kishte edhe nga Shqipëria. Ju keni dëgjuar, jeni ndjeni që ka pasur dëbime të shqiptarëve pa dokumenta që Po ka patur dëbime edhe të shqiptarëve, bile jo vetëm të atyre, po edhe njerëz që kanë qenë faktikisht me green card, dhe kanë patur një ose dy shkelje minor, shkelje të vogla, për që kanë thyer ligjin, dhe këta e kanë shfrytëzuar këtë, në fakt kjo u shfrytëzuar më shumë për politikën e brendshme. Do që ne po pastrojmë nga kriminali. Tani po tikësh, shiko, këtu krimi që bie në kategorinë e kriminalit, erdhë në qoftë se jemi me shpejtësi 35 km mbi limit. 35 km, që në fakt me shpejtësinë që udhëtohet në autostrada këtu 35 km nuk është fare. As nuk e ndjen që 35 km sikur. Dhe këta e ka shfrytëzuar. Dikun shqiptarë në listë që kanë qenë me deportime, kanë qenë diku në 1800 ca njerëz. Në listën, sa ka patur dhe shqiptarë që i kanë deportuar. Është Po, si unë ndërpreva. Jo, për fat të keq thash, për fat të keq patën dhe ata që u mbitën green card. Ata që këtu. Kjo është politika e brendshme këtyre që do ta shfrytëzojnë deri në dorë. Do bëj qetë. Ajo ishte pyetja e fundit që do të bëja, pra për zgjedhjet e mes mandatit. Ndoshta pritet që vendosen edhe për ndryshim kursi shumë. Në historikisht zgjedhjet e nëndorit. Pra, për ta thënë më thjesht, 2 vitet e para ishin më të fuqishme të Trumpit, tani vijnë 2 vitet e fundit që janë më të pafuqishme. Tash nuk mund të themi që janë më të pafuqishme, po jo për rezultatin, por e kanë fjalën sepse edhe vëmendja do jetë kandidati që do jetë për president. Më shumë se sa tek ai që po ikën. Kandidati për president pak a shumë mund të ta them unë që sot që një nga ata kandidatë që Marco Rubio nuk e diskuton këtë, kurse nga demokratët mund të jetë ky Arizonës. Më kupton, duken që tani ata nuk kanë nevojë. Zgjedhjet midterm election. JD Vance. Ka mbaruar punë JD Vance. Mbarove nuk ka. Të bëjnë një deklaratë po ditë që ta nuk do rim gjatë në Iran, do rikthehemi. Ndoshta ajo ishte në funksion të ata. Pra në funksion të asaj ka filluar që kur filloi fushata në funksion të asaj, po është problemi që është shumë vonë tani. Është shumë vonë për JD Vance. Ka punuar shumë Marco Rubio. Po Rubio është, mund ta quajmë, pra liberal në politikat e imigracionit, edhe vetë migrant nga Kuba. Rubio është jo liberal, nuk mund të thuash liberal se Rubio është gam. E di çfarë do të me politikat e imigracionit. Në 2003 Partia Republikane ka filluar atë që quhet Dream Act, ka qenë Bushi president. Dream Act për studentët. E pezulluan demokratët. Nuk e lanë të kalonte. Erdhën demokratët u mundu Obama, e ndaluan republikanët. Do të thënë, kjo loja e migrantëve, këtu janë 20 milion ilegal. Dhe ku ka më mirë se të kesh punëtor ilegal që paguajnë taksa dhe nuk i marrin asgjë shtetës.
Dhe nuk i marrin asgjë shtet, më kupton, paguajnë sigurinë shoqërore. Shteti s'ka Dhe si nuk kanë të drejtë. Dhe nuk kanë të drejtë, nuk kërkojnë as pension, as unemployment, as asistencë sociale. Se kjo politika e emigrantëve kështu ka për të vazhduar këtë. Kupton? Kështu ka për të vazhduar. Tani për shqiptarët nuk është vetëm lotaria, ka dhe mundësi të tjera për të ardhur në Amerikë. Po, kush janë ato? Disa lloj mënyre. Kemi IB3 viza për shembull. IB3 viza është unskilled worker. Kompanitë si Amazoni, Domino's, kompanitë të fuqishme që bëjnë aplikime që të shon drejt green cardës IB3. IB3, domethënë EB3 viza. EB3 viza të bën aplikimin nëpërmjet një sponsori këtu dhe të sjell këtu. Procedura është pak e gjatë, është merr diku në 2 vjet, sepse kalon nëpërmjet departamentit të punës. Kalon pasi merr aprovim në departamentin e punës, e ke aty. Ke I2-shin, E2-shi, që është investor visa, me një investim të vogël, me një partnership me dikë tjetër, ka mundësi. Tani E2-shi të jep një vizë pune 2 deri në 5 vjeçare. Ajo që të jep green cardën është EB3-shi. EB3-shi të jep green cardën, të i bën aplikimin si individ, si një person sponsorizohet, edhe përfiton gjithë familja. Green card është ajo. Që të mos varesh vetëm në llogaria. Ka disa lloj mënyrash për të ardhur. Megjithatë, unë mendoj që pra ata që duan të vinë në këto mënyrat e tjera përveç lotarisë, po ta kenë mundësinë të vinë ta shikojnë një herë, duhet vinë ta shohin një Amerikën sa ju pëlqen. Se nuk është ai. Pastaj është ai imazhi. Është ai imazhi i madh që është krijuar, por nuk është jeta aq e thjeshtë sa që bën njerëz. Edhe jemi realist. Vitet e para kudo që të lëvizësh, është lëvizje nga një qytet brenda Shqipërisë, ke vështirësi. Qenis po për bashkimin familjar ka ndryshuar diçka? Tani për tani janë mbezulluar bashkimet familjare. Do me thënë, njerëzit shkojnë në ambasadë, japin intervistën, po vizat nuk i shohin. Pra si shqiptarët gjën e parë që shumica kanë bërë, normalisht të lidhur me familjen, pasi shkonin vetë, aplikimi për prindërit. Aplikimi për pikërisht pra kjo është ajo barra e madhe. Pas prindërit për vllajën ose për motrën tjetër. Se shiko, nga momenti që të vjen në Amerikë, ty të merr 5 vjet marrësh pasaportë. Që ti je një qytetar model. 5 vjet e 3 muaj. Bën aplikimin për prindrit, merr diku në 1 vit. Për prindrit. Dhe diku në 1 vit. Tani prindrit ka qenë një ligj që mund t'ja u bënin vllajt dhe motrës të pamartuar kur ishin me green card. Tani këtë ligjin e kanë hequr këta hoqën në kohën e Obamës. Së ky ligj tani prindrit duhet bëjnë qytetar amerikan që të bëjnë aplikimin. Ose mund t'ja bësh ti që nga momentin e parë mund t'ja bësh vllajt dhe motrës që merr një procedurë që zgjat deri në 13 vjet. 10 deri në 13 vjet. Po pak a shumë e njëjta gjë shkon. Si t'ja bësh ti, si t'ja bëj prindrit, se flasin 5 + 1 6 dhe 5 11. Atë pse mos i bie shkurt, i bëj aty direkt. Edhe bëj edhe prindërve në njëjtën kohë. Se mos e mbas shkon. Se procedura çështje kohe një lloj do vej. Një lloj dhe. Ose mund të kesh edhe këtë rrugën tjetër që mund të vijë, mund t'i marrësh prindit këtu e t'ja u bësh status së gjasme këtu që mos i presin jashtë. Kuto hapësirat janë. A kujtohet për shqiptarët për të gjetur rrugët ligjore, këto bashkëqendrit ligjore. Shiko, ligji nuk është diçka konkrete. Ligji është e punë heritare, mund ta përdrejtësh. Edhe po duhet të kesh avokat të mirë, patjetër. Duhet të kesh avokat të mirë që të ta tregoj pasojat që do të sjelli. Para se ta bësh. Se ti merr një vendim edhe mund të digjesh pastaj se merr edhe një deportim për 3 vjet, ose për 10 vjet, ose për lifetime. Varet si e shkel. Po të marrësh avokat të mirë, besoj se ka hapësira. Hapësira ligji ka këtu boll. Po duhet të jemi informuar dhe kaq. Ju folët për vështirësitë e shqiptarëve atje dhe të gjithëve. Normalisht kur ndryshojnë vendbanim nga një qytet në tjetër, jo më nga këtu në Shtetet Bashkuara, por ka raste plot të shqiptarëve të suksesshëm, ju i përmendët më lart edhe Zoj nga Tirana, por edhe ju keni pas vështirësitë tuaja, po sot jeni ndër shqiptarët që mund të themi të suksesshëm atje. Biznesin tuaj, pra ato vështirësitë e fillimit kaluan, po bëni gati 2 dekada atje. Shqiptarët në përgjithësi janë të suksesshëm, të shqiptarët kërkojnë. Shqiptarët duan të jenë të pavarur.
Pra janë të hetur për pavarësinë. Ja, nuk e di në fakt për pavarësinë apo për paranë. Po për pavarësinë ekonomike. Apo për paranë. Po shqiptari do të jetë gjithmonë i pari, që ta themi më shkurt. Do të jetë gjithmonë i pari dhe mundohen. Dhe shumë shqiptarë kanë përparuar, shumë shqiptarë kanë biznese. Ndaj kur dorën ato shifrat më dukshen që hipokrizi që ne kemi shfrytzuar sistemin aq, sepse dhe thua shqiptari dhe në në Amerikë, nuk ka shans. Shqiptarët punojnë shumë fort. Tani, na gjitet e pak dora. Po e gjetëm sistemin do ta shfrytëzojmë atë. E kemi kulturë këta, na e kanë bërë ata 40 vjet para dhe këta që kanë ardhur 30 vjet mbrapa. Po hilet e sistemit. Po, pikërisht pa. Kurse për të punuar shqiptarë punojnë. Dhe në përgjithësi të gjithë nuk mund të gjesh, nuk besoj se ka ndonjë shqiptar që të vuajë në Amerikë. Vështirësitë janë kur vjen në fillim. Vështirësitë edhe, shiko, kemi një problem. Nuk i mësojmë gjërat nga institucionet. Ne takohemi 3-4 shok dhe i mësojmë nga njëri tjetri. Po se si e ka mësuar ky tjetri nuk e di. Dhe një emigrant i ri që vjen këtu nuk ka nevojë të mësojë nga dikush tjetër. Do t'i bëj zgjedhje të dura që në Shqipëri në fakt. Nëse unë do isha sot në Shqipëri, do më dilte llotaria amerikane. Unë nuk do zgjidhja një shtet si Florida. Sot, flasim, nëse unë do vinja në dorë, unë nuk do zgjidhja Florida. Pse? Florida e ka bërë ligjin që nuk mund ta jap testin e patentës, do ta jap vetëm në anglisht. Unë nuk e kaloj dot anglisht. Atë pse duhet vinë në Florida? Unë mund të shkoj në një shtet tjetër. Ambientohem aty dhe pastaj mund të lëviz nëse do të vinë në Florida. Po thaj se çdo qytet në Amerikë që ka një shkollë të mesme, ka një program për të mësuar njerëzit mbi moshë bazë dite anglisht, të paktën 2 herë në javë, që quhet English as a Second Language, anglishtja si gjuha e dytë. Dhe kanë të gjithë këta. Kjo është falas, ky program është falas. Ose mund të jetë me një pagesë minimale në qytetet saktuara. Që ti sa vjen nuk e nevojë të as të takosh punë kafe ta tregoj si është, për çdo njeri do ta di këtë që çdo qytet e ka këtë. Kontrolloni website-et, drejtoju institucione, mësoj gjërat nga institucionet. Po ti mësosh gjërat nga institucionet do përparosh shumë shpejt. Megjithatë, nga eksperienca time unë kam dalë konkluzionin që ti në Amerikë do përparosh sa i që të ka pritur ose pak më shumë. Edhe kjo e bukur. Pra tek hapi para ku do dalosh. Mendimi tim 26 vjet kam në Amerikë. Eksperienca tregon që ti do përparosh gati 2 dekada, po ju jeni për 3. Po. Sa i që të ka pritur ndoshta edhe pak më shumë. Jon Kristo ka një shprehje të madhe, thotë shqiptari sta fal suksesi. E kupton? So po ti mësoj gjëra nga institucionet, nuk pret nga dikush tjetër. Mësoj nga institucionet dhe je i lirë të përparosh, se këtu nuk të ndalon, amerikani nuk të ndalon. Amerikani nuk të diskriminon. Për ne shqiptarë flasin, se ka diskriminim, ka më sa duash, ku do ka. E kupton? Po për ne shqiptarët nuk ka. Dhe ti mund të përparosh varet se çfarë kërkon ti. Ose mund të përparosh, mund të ketë edhe nga ata që kanë zënë një vend pune, thonë mirë, ama ka gjetur atë qetësinë shpirtërore dhe rregull. Kënaqur me pak krahasim atë ku ka qenë? Nuk ka sa të duash, varet çfarë jetë do të bësh ti, do të vraposh, apo do të vësh nga dalë, nuk ka problem. Po në përgjithësi shqiptarët vrapojnë në Amerikë. Shqiptarët kanë mbi 1-2-3 biznese. Dhe biznesi këtu nuk është kur bën një aplikim këtu nuk funksionojnë këto burokracitë. Burokracia këtu është burokracia administrative, kurse jo si në Shqipëri, më kupton? Që duhet të njohësh dikë apo të bësh dikë. Jo, këtu e bën në internet. Pra nuk është se duhet të kesh një mik në komitet. Po, duhet të kesh një mik asgjë kundi, më nuk të intereson. Nuk ekziston koncepti i mikit. Shiko, maksimumi që mund të ekzistojë koncepti i mikit tuaj është që miku mund të t'japi një dorë, të t'japi një rekomandim. Japi një rekomandim që ky personi e njoh, që domethënë ka disa aplikime që kërkohet një rekomandim. Që e njoh që është qytetar i denj. Jo merr këtë se kam unë kushurinë, nuk funksionon ajo në Amerikë. Nuk funksionon. Kush ka përparuar? Çdo shqiptar që ka përparuar këtu ka përparuar me merit. Nuk përparon dot në Amerikë me mik. A janë më përpara shqiptarët e Malit Zi se sa trevave të tjera, duke qenë se edhe më herët kanë ikur? Janë. Edhe të Kosovës janë. Pastaj të Shqipërisë. Të Shqipërisë se po ta vesh ky brezi i fundit që po vjen, janë edhe më shpejt përparojnë.
Po janë disa faktorë që duhen marrë në konsideratë, se këta të malit zi. Këta gjithmonë kanë punuar me idenë që atje kishin një armik dhe duhet të përparohen të kishin sukses këtu. Pa shikoni si rrugën e vetme. E kishin rrugën e vetme, historia e këtyre është, unë kam një mik për shembull që ironikisht është doktor, është një nga 10 më të mirët në Amerikë në fakt. Edhe për shkencat nukleare. Dhe vazhdimisht takohem me kushërin tek tij. E kam mirë vëlla. Dhe nga 15 kushërin që kam takuar nga ky, 14 i ka doktori. 14 doktor. 14 doktor, këta edhe e kanë ndihmuar njëri tjetrin. Po kanë emigruar dhe më parë, kanë qenë më perëndimor. Tani mund të bëjmë një krahasim me shqiptarët e vitit që kanë qenë këtu dhe shqiptarët pas viteve 2000. Në bindjen time shqiptarët pas viteve 2000 kanë ecur më shumë se shqiptarët e vitit. Kanë përparuar më shumë, se dhe dia ka qenë më e hapur. Ka patur më shumë hapësira, domethënë shqiptarët pas viteve 2000 gjithmonë kanë kërkuar të edukohen, të përparojnë, të futen në administratë. Janë futur më shpejt në sistem, janë integruar më shpejt. Janë integruar më shpejt, pikërisht pra. Dhe tash, po ti mësor gjatë nga institucionit, integrohesh më shpejt, nuk u mbet kohën. Kurse këta shqiptarët e vjetër nuk është se janë me individ që kanë bërë diçka, po nuk kanë bërë ndonjë gjë të madhe. Kurse shqiptarët e rinj në fakt kanë përparuar më shumë. Më shumë. Tani këta të Malizi, mund të renditjen në fakt Malizi, shqiptarët e Malizi, shqiptarët e Kosovës, pastaj vini të Shqipërisë. Ne jemi të tretë. Gjithë bashkë. Historikisht mund konsiderohemi një lob shqiptar aty apo si është krahasim me vendet e tjera? Kemi një problem. Fuqia e ndikimit e kanë fjalën. Në fuqia e ndikimit nuk e gjejmë gjë dot gjuhën e bashkimit. Për fat keq. Do të jap një shembull më konkret. Në Michigan sti vjet konkurrojnë 3 shqiptar. 3 shqiptar. Njëri për kongres, Lugjuraj, Robert Lugjuraj për kongres, kandidon një gocë për Secretary of State të shtetit Michiganit. Edhe një tre kandidojnë. Dhe shqiptarët e sot janë të përçarë. Shqiptarët akoma nuk e kanë kuptuar, dhe na i kanë thënë në fakt, na i kanë thënë hapur fare, që duhet të paguajmë që dikush të flasë për ne. Të ndryshë nuk flet njeri, kështu funksionon këtu lobimi, dhe në infravendja ma në qëtë mos. Jo, pa falas nuk ka sepse koha kushton. Koha kushton. Të unë e shofë mbështetjen që kanë këta të tre në Michigan, është e përçarë mbështetja. Sepse ne nuk kemi kuptuar gjë. E di ç'është interesante, ne duhet të studojmë shifutët edhe indianët faktikisht. Dhe indianët duhet të studojmë. Sepse shifutët, kur kandidon një shifut i tyre, këta e kalojnë vinë e partisë. Kurse shqiptarët dhe sot janë ose trumpista ose demokrat, dhe mbështetin ose kandidatë republikan, ose kandidatë mbi përkatësim. Pikërisht pra. Neve nuk e kemi kuptuar që një zëri tonë në DC, në Washington, do jetë shumë e fuqishme për ne. Do jetë shumë e fuqishme. Për fat zhva, unë kam parë disa gjëra, kam qenë këtu nga që kam kohë gjatë. Kam qenë dëshmitar disa gjërave shumë interesante gjatë historisë tonë, kupton? Unë po ta them këtë, pa patur ne lobin shifut. Kosova sot nuk do ishte Kosovë. Lobi shifut ishte ai që dha maksimumin që e shtypi Amerikën të mbështeste Kosovën. Edhe një lobi i fuqishëm këtu ka qenë lobi grek. Dhe është edhe sot. Sot që flasim ne ka 13 kongresmen janë grek aty. Në Kongresin Amerikan. Po 13 kongresmen, vetë ata bën 10% të kongresit. Shqiptarët duhet të i kalojnë vijat partijake. Ne për fat të keq dhe këtu ku jemi, zgjidhemi dhe sot për partitë në Shqipëri pa lektu. Zgjidhemi dhe sot. Dhe në fakt me të drejtë zgjidhemi, kupton se kush e ka të binjet e dikush e ka vojtur, dikush ti s'mund të vish të mburrësh. Kupton? Deri ata aty ku janë. Kupton? Po atë vi nuk e kemi kaluar këtu. Nuk e mbështes Filani sepse është demokrat. Unë kam çik ndryshe në fakt, unë e shoh po ti je shqiptar, unë mbështes pavarësisht partisë, se nuk më intereson shumë partia. Mua më intereson që zëri tim nesër do ta ngrej për Shqipërinë, do ta ngrej për vendin tim. E kemi këtë ndarje, këtë dasi, akoma nuk e kemi kuptuar. Po besoj se në brezat që do vinë do të kalohet kjo, sepse brezat që do vinë, për shembull, fëmijës i djalë im nuk i intereson vija partijake. Dhe shohin interesin kombëtar.
Faleminderit zotit i kemi këta të Malizzi. Sa të kemi këta mirë jemi. Se kanë influencë. Duke shqiptarët e Malizzi. Duke uruar që edhe ashtu sikur e thatë edhe ju pak më lart që këto të kalohen edhe që jo vetëm të ikin, por edhe të kthehen në Shqipëri për të investuar dijen dhe kapacitetet këtu. Clarence, unë falenderoj shumë për bisedën dhe gjitha shpjegimet që dhat për shikuesit tanë për këtë temë që sikur e thamë dhe pak më lart, për fat keq kërkesat janë shumëta për të ikur nga ADH, por realiteti ky është. Po do ndryshojnë. Do ndryshojnë, politikat janë të detyruar. Amerika nuk ka nevojë për një aleat vend bosh. Do të ndryshojnë politikat. Kombet e Bashkuara na ka vënë në listën që para që jemi në rrezik të shpërndarjes. Dhe Amerika do të ndryshojnë, janë të detyruar politikanët aty të ndryshojnë politikën. Ose do ndodhi ajo që ndodhi me Greqinë, pastaj që do pajisë migrantët me letra, ose që ndodhi me Francën. Që do pajisin indianët edhe le të qeverisin me indianët pastaj se shqiptarët si duan. Të falenderoj shumë. Gjithë të mirë, mirupafshim, faleminderit. Faleminderit.